Aktorë me plot humor dhe energji të mirë pritet këtë të mërkurën në spektaklin më të ndjekur humoristik në Shqipëri. E ftuara speciale kësaj jave do të jetë Egli Tako, një nga artistët më të dashura për publikun shqiptar. Pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ku Egli u rendit e 4-ta finaliste, ky do të jetë emisioni i parë ku ne do ta shohim Eglin. Ai do të jetë pjesë e shfaqjes me datë 30 prill në orën 19:00, ku me siguri do të sjellë një performancë të veçantë dhe një atmosferë të ngrohtë në skenën më të famshme në Shqipëri, ku publiku gjithmonë pret surpriza dhe momente të paharrueshme. Kujtojmë që gjithashtu edhe Gjesti ka qenë i ftuar në emisionin e fundit të spektaklit të humorit. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se pas daljes nga shtëpia më e famshme, nga burimet e sigurta bën me dije se ata po vazhdojnë lidhjen e tyre, madje më të afërt se kurrë, por larg syrit të publikut. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.